Gjendja e biznesit të vogël në Shkodër mbetet e vështirë. Kryebyesi Shkodër Albert Tuka tregon se shkaqet kryesore mbeten mungesa fuqisë blerëse dhe rritja taksave. Tuka thekson se numri të punësuarve gjatë sezonit turistik nuk justifikon numrin e madh të papunëve që ka Shkodra. Sipas informacioneve gjithmonë, gjendja e biznesit vogël është e njëjtë. Pra janë 2680 biznese që paguajnë veç sigurinë shoqërore për shkak të rritjes çmimeve, mungesë blerëse, rritjes taksave. Kjo gjendja e biznesit sot në Shkodër, pra është i njëjtë si me vitin e kaluar. Po ajo që na ka gëzuar sot nëpërmjet informacioneve kena se është punësuj i kontingjent i konsiderueshëm në turizëm. Por kjo s'do të thotë se u banami, për shkak se ky kontingjent që është punësuar në turizëm, malor dhe fushor, nuk mund të justifikoj atë numër të madh të papunëve që ka Shkodra. Pra është krejt një proporcion i jashtëdrejtë. Pra, janë pak të punësuar, një shifër modeste dhe një shifër e madhe që janë papunë. Po megjithatë, ajo i lajmi mirë kena marrë se edhe gjatë periudhës dimrit, një pjesë e këtyre të punësuarve, të cilët kanë marrë shkollat profesionale, do të punësohen me kontratë përhershme. Kjo është lajmi mirë, po është një numër modeste, duhet ta kuptojmë. Pra nuk është ndonjë se po çon shifrat e numrit papunësisë që ka Shkodra dhe të pesë bashkitë e saj. Sipas Tukës, konkretisht në qytetin e Shkodrës janë rreth 2800 biznese të vogla nga 4500 që kanë qenë më parë.